Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga I falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Musliman dhe vëllezër të nderuar, ummeti Islam sot është në udhkriq dhe realisht vuan nga sulmet e një pas njëshme që na bëhen neve këtu në këtë vend dhe në gjithë botën. Sprovohet dhe përjeton lloj-lloj sfida. Jeton në rreziqe, në probleme, mundohen ta nënshtrojnë. Dhe ne kemi nevojë ta përmirësojmë gjendjen tonë këtu ku jemi dhe në të gjithë botën. Dhe kemi nevojë të bëhemi të Zot, ta drejtojmë ose të drejtojmë çështjet tona në mbar botën. Mirë po, unë do t'i përmendi disa veçori, disa rregulla që duhet të kemi parasysh para se të fillojmë të miremi me punë të mëdha. E para, prej veçorive që duhet ta kemi ne, ose ne si musliman, si besimtar, I nënshtrohemi Allahut fuqiplot dhe I dorëzohemi Atij në çdo gjë të jetës tonë. Allahu në Kur'an thot: "Qul inna salati wa nusuki." Këtë ajet shumë herë kemi përmend. Thuaj, drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe I thot: "Thuaj ummetit, me të vërtet namazi im, kurbani im, pastaj thot wa mahyaye, jeta ime." Është prej veçorive të muslimanit duhet me qenë se I nënshtrohemi Allahut edhe kur falemi, edhe kur e presim kurban, edhe krejt jetën. Mirë. Ne në qoftë se duam t'i luftojmë këta sfida që na imponohen neve, a mund t'i luftojmë ata duke e mbajt fenë tonë vetëm si ceremoni? Për shembull, ditën e hanë viti I ri hijri, edhe ta që bëjmë një ceremoni, një ajet, një hadith, një asher, një baklav, një lokum, edhe pastaj ma një vjet lidhje s'kemi me fejt. Hajde në darsëm, ceremoni. Hajde në vdekje, ceremoni. Feja nëse vetëm ceremoni e kemi, do më thonë nëse nuk e jetojmë për ditë në fejnë tonë, o vëllezër, këta sfida që na imponohen nuk mund t'i luftojmë. Veç me se feja janë, edhe ashtu mediumët, ashtu disa qarë që na servojnë, sa që feja janë duhet me qenë vetë ceremoni. Sa të Zotën në për ka familje që I kanë ceremoni, nuk kanë lidhje me fejnë. As nuk falen, as nuk lutën, as ushtimin me bismillah, as elhamdulillah, ceremoni. Një syneti e ban aty, paka shumë. E dhatë, jo, syneti, se synetia, fëmijët e tonë, kër I bëjmë se ne, duhet këtë dë një base, punë e fejsa. Kush e ka urdhu synetin? Feja e ka urdhu. Edhe synetin, kër e bëjmë e përzim, me ban diçka. Jo jeta o mahjaj, duhet ta jetojmë, nëse duhet të ballavgjojmë me sfida, me probleme, duhet të jetojmë si musliman. O me mati, e pas të vdesim si musliman. E si mendoni ju, ose edhe unë. Tër jetën si jo musliman, pas të mundemi me vdekë si musliman, shumë zora. Tër jetën me probleme, kundra fesë, të e luftu fejë, të e shojt Zotin, të e shojt Muhammedin s'nam, ose hiç se s'po I shanë, nuk vepran s'ka ka urdhnu Zotin, nuk vepran s'ka ka urdhnu Muhammedin s'nam, pastaj në fund, vallahi
kur e vdiq, më duket se nuk vdiq mirë, po normale me vëllezër. Si ka me vdeka ju me ndu të falë ka me vdeka. Po s'mundet me vdek, se Allah nuk ja mundëson. Se 60 vjet, 70 vjet, 50 vjet, 100 vjet e ka luftu fejnë. Kjo është e para. Prej veçorive do të nënshtrohemi Allahut. Ama jo njëherë në vjet. Jo veç në Ramazan. Jo vetëm natën e Kadrit. Jo vetëm ditën e Arafatit. Jo vetëm ditën e Hijretit. Po për ditë e për natë. Nëse duam, ta sfidojmë botën në gjithë shka. E dyta, qëndrimi larg gjërave që janë të kota. Unë prej veçorive tona, sepse ne si muslimanë se miremi me punë të huaja, edhe miremi me punë të kota, që nuk kanë dobi as kombëtare, as fetare, as ekonomike, as sociale, as një farë dobije nuk ka. Ama ti miresh edhe unë mirem me ata punë. Të largohemi nga epshet e ndaluara, sepse kjo umet të ndershëm vëllezër, sado që e lufton krejt bota e njerëzve dhe gjineve, në qëfëse e luftojnë edhe shejtanëve. O, pasha Allah, nuk fundoset, nuk humb, nuk ka mundësi me humb. Përpara kemi pas luftrat mëdhaja, ja kemi dalë. Tash njësoj, vazhdon lufta, mirë po ndryshe. Edhe prap kena me ja dalë. Prap kena me ja dalë, për pas se duhet këta regulla që si janë regullat e mia. Janë regullat që i kanë zirë djetar nga Kurani dhe nga Suneti. E treta, ne si muslimane kemi një veçori atë principin e pajtimit me çdo të mirë dhe kemi principin e bashkimit. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dhe kapuni të gjithë jo për litarin, nën kuptohet Kur'ani, litarin Allah dhe mos u përçani. A sa bota ka dëshirë edhe sa lufton bota edhe qarqet e forta ndërkombëtare për mi përqa muslimat. Shumë pare, shumë mediume, shumë punohet, mos mi lanë muslimat më u bashkë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu a pëlqen 3 gjëra dhe u auren 3 gjëra. Çka na pëlqen Allahu? Thot mos t'i bëni shirk. E dyta, të kapeni për litarin Allahu subhanahu taala, për Kur'anin dhe Sunetin, dhe e treta, mos të përqaheni. E çka urejnë Allahu te njerëzit? E para, thashe themet, muhabetet e kota. E dyta, pyetjet e shumta për të cilët merr përgjigje ama asnjëherë si realizon. Edhe e treta, humbjen e pasurisë haram, ose harxhimin e pasurisë haram. Të ndershëm vëllezër, prej veçorive tjera që ne duhet t'i kemi, ose jemi umet i cili ndihmohemi nga Allahu fuqiplot. Edhe këtë mos e anashkaloni dhe mos e haroni. Mos e haroni se Allahu subhanahu wa taala na ndihmon neve. Thot Allahu, wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. E tash fjala jonë është dhënë robërve, aludohet te pejgambert, innehum lahumul mansurun, sepse ne do ta bëjmë që ata të fitojnë, wa inna jundana lahumul ghalibun, edhe se ushtria jonë do të jetë ngavnjëse. Ndoshta ndonjëherë ne demoralizohemi sepse mendojmë që jemi të dopt, mendojmë që s'kemi asgjë, mirë po mos haroni. Mos haroni se Allahun e kemi me vetë. Mirë po, puna jonë është të shkollohemi, të mësojmë, të punojmë, të mundohemi, edhe Allahun kur me vete, atëherë me siguri se sfidat që na dalin para do t'i tejkalim. Po në fund, umeti islam të ndershëm vëllezër është umeti i cili ka metoda të qarta, rregulla të qarta,
dhe metoda më e mirë umetit tonë metoda e udhëzimit dhe besimit. E mëse vetën dhe juve, mundohni të jetoni me fe, mundohni të jetoni me në nështrim dhe Allahu subhanahu wa taala, edhe pse ballafaqohemi me lloj-llojshmëri të problemeve, mirë po ne, në qoftë se e jetojmë jetën tonë duke e bën ibadet, edhe duke mos i anashkalu punët e kësaj bote, me siguri se do të fitojmë edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Inshallah Allahu na uzon edhe të gjithë së bashku në xhenet nacion. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.